Edison, ka të dhëna cila është gjendja e punonjësit tjetër të policisë të plagosur? Në fakt, në momentet e para... Vazhdon tjetë në spitalin e traumës? Po, vazhdon tjetë në spitalin e traumës. Momentet e para të transportit të tij me helikopterin e forcave të Ministrisë së Mbrojtjes, ka dhënë përmirësime për jetën. Gjatë gjithë rrugës, paktën mjekët ishin optimist sa i takon edhe plagëve të mara dhe kishin shpresë në fakt që mund ta kalonte lehtësisht, por në mbërritje të spitalit të traumës është nështruar sërish një ndërhyrje kirurgjikale më të specializuar, por duhet parasysh se ato janë punë milimetrash në pjesën e qafës, janë inde shumë të rëndësishme, janë nofulla, cilët është pjesë e fytyrës shumë e rëndësishme, çka po mbahet në mbikëqyrje të plot. Në fakt, ishin familjarë edhe të Edison Adrit, ishin në vendin e ngjarjes, paktën edhe në spitalin e traumës, dhe në momentin kur autori erdhi në spitalin e traumës, kishin mlef. Se edhe, do me thënë, autori vrasës si është... Po, është në spitalin e traumës, është transportuar me ambulancë nga spitali i Korçës drejt spitalit të traumës, ka plagë shpuese nga kurrizi në barkë dhe në këmbë dhe në duar, ka qenë i prangosur edhe në ambulancë, policia ka vendosur ta prangos, ndoshta ai nuk mund të ikte më, sigurisht pas asaj çfarë ka ndodhur, po ka qenë i plagosur. Në fakt ishte i vetëdijshëm, teksa kalonte me barelun isha poshtë kokës tij dhe pashë përpëlinte syt, u pyet nga ne nëse ishte penduar për krimin, por nuk dha asnjë reagim. Nuk kishte asnjë familjar të tij, ishin vetëm familjarët e Edison Adrit. Ju thatë më herët që ai jetonte vetëm me nënën, kështu që si duket... Po, sigurisht është një ngjarje që ta interes... Jo, dakor, po do të sigurisht, po ai nëna ti është marrë në pyetje në polici, në fakt edhe për shkak të moshës së thyer, edhe për shkak të ngjarjes, edhe gjithë saj dinamike, do rimerret sërish për qartësim të deklarimeve të saj, nuk është e lehtë dëshmosh kundër djalit që e ka çuar nënën të jetojnë në stan, pa energji elektrike, me bakti, në kushte mizerabël, por ka dyshime që ai stan i fortifikuar përdoret edhe për qëllime kriminale të kultivimit të lëndëve narkotike apo paketimit të tyre apo edhe mbajtjes së tyre. Me siguri është investuar në këtë rast edhe prokuroria e Korçës? Patjetër, prokuroria e Korçës së pari ka marrë gjithë mënyrën si është operuar në zbatimin e këtij plani operacional. Pra, sepse ka një plan operacional që ndiqet... Se është objekt hetimi e gjithë ngjarjeve. Ka një plan operacional që pavarësisht hetimit që bën Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, apo çfarë do bëjë Drejtoria e Standardeve e Drejtorisë Përgjithshme të Policisë, është çështje tjetër. Drejtoria e Standardeve mund të shkojë deri në pezullim nga detyra ose shkarkim nga